pritshmëria ishte shumë e lartë, ashtu siç tha gazetarja juaj, por e para nuk kishte skenar, e dyta ashtu si tha Adriatiku nuk rrëzohet me kapsolla, dhe e treta, vetëm në Shqipëri ndodh që opozita e shtyn revolucionin mbas festave të Gjelit Det. Pra nuk ka vazhdimsi, nuk ka qëndrueshmëri, nuk ka të nesërme. Çfarë është e nesërmja e kësaj proteste? Dhe në të kundërtën, kur çdo kënd që të pyesësh në Shqipëri sot, të gjithë thonë po bie Edi Rama, çfarë ndodh? Vjen zjarrfiksi. Pra kjo protestë shërben si një zjarrfikje e zjarrit antiqeveritar që ka. Sepse gjithë populli pret nga skandalet që po i ndodhin Ramës, të bjerë qeveria. Tani, në momentin kur ti nxjerr vetëm 5.000 persona, pa entuziazëm, pa brohoritje dhe absolutisht asnjëri prej tyre nuk ishte i gatshëm as për konfrontim, sepse të ishte e dhunshme, do ishte gjysma e të keqes. Po këta donin të improvizonin dhunë nëpërmjet Molotovit, po asnjë demokrat nuk që i gatshëm të shkonte të ballafaqohej drejt derës kryeministrisë, po t'i vije re.